je bërë në moshën 40 vjeçare. Unë të kam njohur në fakt kur ke qenë shtatzan në pritje të bebes të dytë. Të them të drejtën, mëmësia nuk është se ka një kalendar universal. Patjetër që biologjia ka ato privilegjet e veta, ka prioritetet e veta, por edhe programet tona patjetër që kanë prioritet. Sa është diferenca e dy djemve? Diferenca është 10 vite. 10 vite. Pra një fëmijë 30, një fëmijë 40. Pikërisht për shkak të impenjimeve, u arrit që shtatzania e dytë të ishte në moshën 40 vjeç. Ti përballove shkëlqyeshme, përballove shumë mirë apo jo? Absolutisht po, biles ka ndikuar pozitivisht, pavarësisht disa kilogramëve më shumë. Jam rikthyer që këndoj ninulla apo qingji vogël e kështu me radhë. Është një element shumë i rëndësishëm, është një forcë e mbrëmshme që ka secila nën për të përballur jo vetëm sfidat familjare, por edhe ato profesionale. Është një energji, është një forcë e cila më ndihmon dhe më ndjek çdo moment të ditës. Por ndërkohë ka një padrejtësi këtu në thonjza, që ndërsa burrat mundet edhe 70 vjeç të lejojnë vetes të riprodhohen si Robert De Niro dhe të kenë një fëmijë, neve gratë kemi një limit natyral. Një limit natyral. Si mendon, ka një gabim natyral apo ka të drejtë Zoti këtu? A ka Zoti gjithmonë të drejtë? Zoti nuk ka gjithmonë të drejtë, ai privilegjon gjininë mashkullore në rastin konkret dhe vendos një limit biologjik të shtatzanisë ke femra. Por mendoj që edhe për shkak të fiziologjisë, edhe për shkak të shumë ndryshimeve që ndodhin në organizmin e femrës në rastin e shtatzanisë, mendoj që edhe zhvillimi dhe mirëqenia e femrës dhe e fetusit në këto grup mosha, besoj që duhet shkoj përmes fiziologjisë. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.